Më 9 prill, në emër të Federatës Panshqiptare Vatra, themeluar në vitin 1912 nga kryetari i saj, zoti Berisha, dhe u tha se rilindësit e shquar të kombit shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës me frymën e një misioni pa ndërprerje shekullor për lirinë, pavarësinë dhe dignitetin e kombit ton, dan çmimin dhe medaljen e artë të lirisë për luftëtarët e betejës së Koshares. Përfaqësues të pavdekshëm të qendresës shqiptare, flamurtar të historisë dhe më të lavdishme të luftës UÇK-s për çlirimin e Kosovës. Kjo betejë zhvilluar në pranverën e vitit 1999 në kufirin Shqipëri nuk ishte vetëm përballje ushtarake me kufirin pankeqi ndau shqiptarët, ajo që përpëritja titanike e një kombi gjumtuar që në mes të flakëve, luftës dhe gjakut vendosi të ribëj vetveten. Kosharja nuk ishte vetëm betejë, ishte vetë ringjallja shqiptarisë në një tokë të djegur për dekada nga shtypja serbe. Ishte porta e çarë me gjak në murin e hekur të robërisë ndërtuar nga trimëria e luftëtarëve që i dhanë historisë. Nuk ka më kthim pas. Luftëtarët e Kosharës nuk ishin thjesht ushtar, por bijtë një ideali që lindi nga plagët e padrejtësisë historike që rëndojnë kombin dhe u rrit me madhështinë e Gjergj Kastriotit, thuhet në telegramin përshëndetës. Ata nuk komandonin nga zyrat, por nga vijat e frontit, shtigjet e luftës dhe barikadat e gjakut ishin djem të fshatit, qytetit, mërgatës. Luftëtar nga populli ritashë dhe të radheut që u përkran NATO në aleancë me Shtetet Bashkuara që shkuan një epokë të re shqiptare për lirinë e Kosovës. Federata Vatra, me ndërgjegjen e saj historike kombëtare me medaljen e artë të lirisë, i nderon dëshmorët e luftëtarët e Koshares si shpirtin e pathyeshëm të kombit, si themeltarët e lirisë të Kosovës, si urtë përjetshme të bashkimit të shqiptarëve në një shtet të lirë, demokratik dhe sovran. Lavdit përjetshme dëshmorëve të betejës së Koshares, Doktor Elmi Berisha.